ne shikojmë që Shqipëria përballet me një turizëm në rritje dhe prezenca policisë në rrugë e kot, ishte negative, ishte imazh negativ për Shqipërinë. Dhe ky ishte ndër hapat më të mirë teknikisht të marrë nga drejtori i përgjithshëm i Policisë Shtetit. Pasi mbarvajtja duhet të bëhet me mjete teknologjike, që do thotë, nëse në një segment rrugor është parashikuar që kemi drejtues mjetës, të cilët ecin me shpejtësi mbi normat e lejuara, prezenca e policisë jo vetëm që nuk do kishte impakt aq të madh për minimizimin e shpejtësisë. Çoj një radar, ose një makinë inteligjente, lërë në mënyrë automatike dhe të gjithë janë të barabartë. Dhe ne kemi parë edhe më parë që shpesh mund të kishte edhe abuzime nga policia rrugore kur janë të dislokuar, kur janë aty në vend. Mirë, po radari automatik dhe pajisjet e mjete inteligjente bën një mbarvajtje dhe të gjithë janë të barabartë përpara ligjit dhe përpara kodit rrugor.